Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ndodhet në qytetin bregdetar të Vlorës. Gjatë paradites u raportua se në vendin tonë ishte edhe dhëndri Trump Jared Kushner. Çifti fillimisht është ndalur në një hotel në zonën e ujit të ftohtë, ku është takuar me një grup arkitektësh të huaj, ku kanë diskutuar për realizimin e investimeve në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec. Në mbrëmje, kur Ivanka Trump u takua me kryeministrin Rama, Kushner nuk u pa në praninë e tyre. Vajza e presidentit të SBA-ve, Ivanka Trump, është ndalur edhe në zonën e hidrovorit në Akërni, një territor i njohur për potencialin e tij të lartë në zhvillimin e turizmit elitar dhe investimeve strategjike. E shoqëruar nga arkitektë të njohur edhe në masa të rrepta sigurie, me praninë e forcave të shumta të policisë, Ivanka Trump ka inspektuar nga afër vijën bregdetare dhe hapësirat përreth hidrovorit në Akërni. Vizita është përqendruar në vlerësimin e terrenit, infrastrukturës ekzistuese dhe mundësive që kjo zonë ofron për projekte të ardhshme zhvillimore. Ndërsa në mbrëmje, Ivanka Trump edhe një grup arkitektësh ndërkombëtar takuan kryeministrin Edi Rama në një kompleks turistik në Vlorë. Mësohet se në fokus të takimit ishin investimet e mundshme strategjike në qytetin bregdetar të Jugut. Pas darkës, dyshja ka qëndruar për disa momente jashtë ambienteve ku u zhvillua takimi, duke shkëmbyer bisedë të shkurtër, ndërsa gjithçka është shoqëruar nga masa të forta sigurie. Më pas, Ivanka Trump është larguar me automjet së bashku me kryeministrin Edi Rama në drejtim të Orikumit, ku ka ndarkuar në një tjetër restorant. Burime ekskluzive bëjnë me dije se Ivanka Trump është akomoduar në një prej hoteleve luksoze në zonën e ujit të ftohtë, larg vëmendjes publike. Ndërkohë, gjatë lëvizjeve të saj në qytet është zbatuar një strategji sigurie e rrallë për Vlorën, ndërrimi i automjetit në çdo ndalesë. Kjo masë, sipas të njëjtave burime, është marrë për të shmangur çdo rrezik të mundshëm dhe për të mos krijuar një itinerar të parashikueshëm, duke treguar nivel të lartë sigurie dhe diskrecioni. Lëvizjet janë kryer në mënyrë të fragmentuar dhe pa paralajmërim, ndërsa çdo ndalesë është shoqëruar nga staf sigurie i specializuar. Zona e Akërnisë, konsideruar përikohësh si një nga pikat me potencial të madh për investime të rëndësishme turistike, ofron kushte natyrore të favorshme dhe një pozicion strategjik, çka e bën atë të rejse për projekte afatgjata në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik. Vizita e Trumpve ka ngjallur interese dhe vëmendje të madhe, duke përforcuar idenë se kjo zonë mund të shndërrohet në një pikë kyçe për investimet e ardhshme në turizëm në Shqipëri. Sipas informacioneve paraprake, Jared Kushner pritet të qëndrojë gjatë gjithë ditës së sotme në Vlorë, ndërsa temat e diskutimit, siç e përmendëm më sipër, lidhen drejt për drejt me projektet e pritshme zhvillimore në qytet dhe zonat përreth, me theks të veçantë në Zvërnec dhe ishullin e Sazanit, të konsideruar si zona me potencial të lartë strategjik dhe turistik. Qeveria shqiptare i ka dhënë kompanisë së Kushnerit statusin e investitorit strategjik për zhvillimin e një resorti luksoz turistik në ishullin e Sazanit, një projekt me vlerë të parashikuar rreth 1.4 miliard euro. Projekti synon ta kthejë ish bazën ushtarake në një resort elitar me hotele dhe vila. Kjo është era e dytë që dhëndri presidentit amerikan Donald Trump e viziton Vlorën, çka tregon një interes të vazhdueshëm për këtë zonë dhe për projektet që mund të zhvillohen në të ardhmen.